Për këtë arsye ndodhia e Kiametit ka qenë preokupim i të gjithëve gjeneratave që kanë qenë para nesh. Dhe shpesher pejgamberin Allahut e pyetën dhe thoshin, kur do të ndodh Kiameti? Dhe do qohemi sepse pejgamberi Allahut ju përgjigjte me përgjigje të ndryshme. Mi para se të flasmi për Kiametin, duhet kemi parasysh se siç kanë thonë dietarët, sikur është prej Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim se Kiametin e ka quajtur çast, sa'a. Pse Allahu Azza wa Jall Kiametin e ka quajtur çast? Nga se ajo vjen për një çast befas pa e prit njeriu. Megjithatë, këtë tematikë kur kanë folë dietarët dhe që flasin hadithet e pejgamberit Allahut, çastet të cilat përmenden në Kur'anin e Kerim dhe në hadithet pejgamberit Allahut që flasin këtë tematikë janë të rralloj. Kiameti vogël, Kiameti mesëm dhe Kiameti madh. Ne nuk kemi për qëllim që të flasmi për Kiametin e vogël. Kiameti vogël është vdekja. I ka thonë Kiameti vogël për shkak se njeriu faktikisht ndërprehet nga veprat e dunjos, përjeton ndaljen e shpirtit, e përjeton jetën e barzehit dhe e shijon atë që ka vepruar mirë apo keq. Faktikisht me vdekjen e njeriu kalon prej kësaj bote, transferohet për botën tjetër. Edhe pse me trup dhe me shpirt nuk hin xhennet, megjithatë i përjeton mirësitë, begatit që Allahu Azza wa Jall ja ka përgatit atij. Po gjithashtu nëse është vepër keq, i përjeton dëshkimet Allahu na ruaj. Pra Kiameti vogël është vdekja e njeriu. Edhe pse të ne shqiptarë thojnë Kiameti vogël është kur të vdesë gruaja. E njëri më tha se njeriu po vdeske 3 herë. Para në herë po vdeske kur po vdeske gruaja. Ditën herë kur po vdeshin moshanikët dhe në tretën herë kur po vdeske vetë. Kuptimi sakt. Po megjithatë